Fenomeni Shkodran Luiz Eli sapo ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve me videon që ka publikuar në profilin e tij Instagram. Lezeti i kësaj videoje është bashkëshortja e tij e mrekullueshme Chiara Tito, e cila duket se është mbështetja e tij më e madhe në çdo projekt që realizon. Shkodrani i zemrës ka ndezur rrjetet sociale me këtë video, ku shfaqet duke kërcyer nën tingujt e këngës së re që ka lançuar së bashku me këngëtaren e njohur Fifin. Me stilin e tij energjik dhe humorin që e karakterizon, Luizi ka vendosur të përfshijë ndjekësit dhe dashamirësit e muzikës që ai prodhon në një sfidë të veçantë, e cila ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave të shumë. Në videon e publikuar, e cila duhet thënë se ka marrë pafund klikime që kur është hedhur në rrjet kanë ardhur shumë reagime. Fituesit e kësaj sfide do të kenë mundësinë të fitojnë 2 bileta VIP për spektaklin e humorit Portokalli, një nga emisionet më të ndjekura në Shqipëri. Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Shkodrani i zemrës Luiz Eli ka vendosur një sfidë edhe më interesante. Nëse pjesëmarrësit nuk qeshin gjatë sfidës, atëherë ata do të fitojnë një xhiro 30 minutëshe në makinë me të. Luizi e ka shoqëruar me një nënshkrim ku thotë: "Presim videot tuaja." Fituesit do të përfitojnë 2 bileta VIP në Portokalli. Dhe nëse nuk qeshin, atëherë do të përfitojnë 30 minuta xhiro në makinë me mua. E qeshura është e garantuar pastaj. Në fund e ka mbyllur me një emoji që shkel syrin. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë pasi e kanë parë si video dhe normalisht kanë shpërthyer me fjalë shumë pozitive. Luizi shfaqet duke kërcyer dhe duke ftuar ndjekësit që të dërgojnë videot e tyre njësoj si ai dhe Chiara për të marrë pjesë në lojën e organizuar prej tij. Ky postim ka marrë menjëherë vëmendjen e fansave, duke grumbulluar qindra komente dhe mijëra pëlqime në pak orë. Shumë ndjekës e kanë pritur sfidën me entuziazëm, duke treguar dëshirën për të marrë pjesë dhe për të fituar shpërblimet e veçanta. A do të arrijnë fansat e fenomenit Shkodran dhe moderatores bukuroshe Chiara Tito të përmbahen pa qeshur? Mbetet për tu parë. Por me siguri të gjithë do donin që të fitojnë sfidën.